Shikues të televizionit Klan, përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të mesditës. Do të flasim së pari për situatën e zjarreve në vendin ton, pasi 28 të vatra zjarri janë konstatuar gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 23 janë shuar, ndërsa 5 të tjera mbeten ende aktive. Ministria e Mbrojtjes raporton se në zonën e Dajtit vijon puna për shuarjen e zjarrit të rënë prej disa ditësh, por që fatmirësisht nuk përbën rrezik për zonat e banuara. Situata më problematike paraqitet në Mallakastër, ku zjarri i rënë në Riban është përhapur edhe në disa fshatra të tjerë. Në operacion janë angazhuar forca zjarrfikse nga disa bashki, strukturat policore dhe vendore, vullnetar, efektiv të forcave të armatosura, helikopter dhe avioni Air Tractor, ndërsa për arsye sigurie janë evakuuar 4 familje. Në qarkun Elbasan vijon puna në vatrat e Shqiponjës, malit të Dardhës dhe fshatin Mjekës. Në qarkun e Beratit ka një vatër zjarri në fshatin Kostren. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, si pasojë e zjarreve janë djegur rreth 34.5 hektar me barishte, shkure, pisha dhe pyll të përzierë. Është ekstraduar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Sokol Hoxha, autori i 3 vrasjeve të ndodhura në Shqipëri dhe Belgjik. Ky shtetas në vitin 2000 është dënuar nga gjykata e Fierit me 25 vite burgim, pasi në vitin 1997 në Patos ka vrarë me armë zjarri 2 vëllezër. Gjithashtu në vitin 2010 është dënuar nga gjykata e Brukselit me burgim të përjetshëm për veprën penale vrasje me dashje, pasi në 1997 ka vrarë me armë zjarri një shtetase shqiptare, të cilën më parë e kishte shfrytëzuar për prostitucion. Drejtësia shqiptare u ka dorëzuar autoriteteve franceze kërkesën zyrtare për ekstradimin e biznesmenit Ermal Beqirit e akuzuar nga SPAK për çështjen e tenderave të akshit. Shqyrtimi i kësaj kërkese pritet të marrë disa javë. Ministria e Drejtësisë njoftoi se ka përcjell pranë autoriteteve franceze kërkesën për ekstradimin e biznesmenit shqiptar Ermal Beqiri. Ai u arrestua me 24 korrik pasi me një avion të vogël kishte hyrë në zonën e sigurisë mbi centralin Berthamor Penly në një lartësi të ulët. Pas uljes në aeroport ai u vu në pranga dhe gjatë verifikimit të identitetit, autoritetet franceze konstatuan se Ermal Beqiri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol. SPAK ka deklaruar se kishte marrë që më herët informacione për praninë e Beqirit në Francë. Pas ndalimit, prokuroria e posaçme tha se u ka kërkuar autoriteteve të drejtësisë në Francë sekuestrimin e pasurive të tij në këtë vend. Nga hetimet u zbulua dhe blerja e kësaj kështjelle me vlerë rreth 2.6 milion euro, llogari bankare me një vlerë totale prej mbi 2 milion eurosh, 2 apartamente si dhe disa automjete të përdorura nga ai. Ndaj Beqirit, gjykata e posaçme ka vendosur më 15 tetor të vitit 2025 mas në arrestit në burg. Beqiri po hetohet nga SPAK në lidhje me dosjen e tenderave të akshit. Sipas SPAK, ai dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që manipulonte procedurat e tenderave publik dhe ushtronte presion ndaj konkurrentëve. Mediat franceze kanë raportuar se procedurat e ekstradimit mund të kërkojnë disa javë. Kuvendi i ri i Kosovës ka nisur sot seancën konstituive, zhvillimet atje nga afër po i ndjek gazetarja jon Blerta Dalloshi Berisha, të cilën e kemi në këto momente në komunikim të drejt për drejt. Blerta, të përshëndes, çfarë ndodhi në seancë dhe a ka kandidat zyrtar për kryetar të kuvendit? Përshëndetje Iva, në fakt sot nuk pati konstituim të kuvendit të Kosovës, me që pas betimit të deputetëve të kuvendit, kryeministri në detyra apo lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se nuk ka propozim për kryetar të kuvendit dhe kërkoi kohë shtesë që sipas tij t'u jap kohë bisedimeve me Lidhjen Demokratike të Kosovës për arritjen e ndonjë marrëveshje për konstituimin e institucioneve apo konkretisht për çështjen e presidentit, me që nuk janë numrat dhe që latë nënkuptohet që posti i kryetarit të kuvendit mund të jetë ende pjesë e kryetarit, mund të jetë pjesë e negociatave, përderisa një 2 ditë më parë vetë kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku i ka kërkuar Kurtit që të procedojë me konstituimin e kuvendit dhe të propozoj emrin e kandidatit në mënyrë që pastaj të vazhdojë negociatat, pasi që Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë që nuk është e interesuar të ketë postin e kryetarit të kuvendit, me që e konsideron si post ceremonial më shumë. Blerta, asaj përket zgjedhjes presidentit të ri, cili ishte qëndrimi mbajtur sot nga përfaqësuesit e opozitës?
Në fakt nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë që duan balancë, do thotë në pushtete sipërse edhe si rezultati i zgjedhjeve të dala nga 7 qershori, derisa kreu i Partisë Demokratike të Kosovës para se të hynte në seancë ka thënë se pret dhe nuk ka arsye që të mos ketë konstituim të kuvendit, dhe pas seancës kreu i Partisë Demokratike Bedri Hamza tha se me këtë qëndrim vetëvendosje po tregon mungesë serioziteti dhe Kosova do të mbetet në vakum institucional. Në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, kujtoj që afati për konstituimin e kuvendit është deri nesër në mesnatë. Qartë Blerta, të falenderoj për raportimin tënd nga Prishtina, ndërkohë ne do të ecim në teme të tjera zhvillime. Kompania MAPCO do ta dërgojë në gjykatën e arbitrazhit vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës për të zgjidhur kontratën e koncesionit për aeroportin e Vlorës. Sipërmarrësi Bejgjet Pacolli thotë se bëri gjithçka për të shmangur skenarin që qytetarët shqiptar të paguajnë faturën e vendimeve të palishme të zyrtarëve. Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës për anulimin e kontratës së koncesionit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës do dërgohet në gjykatën e arbitrazhit nga kompania MAPCO në pronësi të biznesmenit Bejgjet Pacolli. Përmes një reagimi zyrtar, sipërmarrësi nga Kosova konfirmoi se ka marrë në dorë shkresën për iniciimin e zgjidhjes së kontratës, për të cilën thotë se nuk përputhet me faktet, dokumentacionin dhe realitetin e projektit. Pacolli shpreh se kompania e tij ka bërë çdo përpjekje për të shmangur skenarin e përballjes në gjykatat ndërkombëtare. Fatkeqësisht, përballë papërgjegjshmërisë, heshtjes dhe veprimeve të palishme të disa përfaqësuesve shtetëror, çdo mundësi për zgjedhje është mbyllur. Nuk kam dëshiruar kurrë që taksapaguesit shqiptar të paguajnë faturën e neglizhencës, papërgjegjshmërisë dhe vendimeve të palishme të zyrtarëve që sot vazhdojnë të sillen me indiferencë. Ndalur te argumenti i dhënë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që kompania e Pacollit nuk ka përfunduar punimet në afatin e përcaktuar, biznesmeni ka një shpjegim. Kompania kishte përfunduar pothuajse të gjitha detyrimet kontraktore dhe ndodhej vetëm pak para fazës së certifikimit të aeroportit. Megjithatë, pas vendimit të gjykatës së lartë, grupe që veprojnë në mënyrë arbitrare dhe jashtë ligjit, me mbështetje ose tolerim institucional, penguan MAPCO të hynte në kantier dhe të përfundonte projektin. Për muaj të tërë, në prani të policisë së shtetit, investitori u mbajti jashtë pronës së tij, ndërsa pajisje me vlerë u dëmtuan, u shkatëruan dhe një pjesë edhe u vodhën. Paradoksi është i qartë, nga njëra anë institucionet penguan përfundimin e projektit, ndërsa nga ana tjetër kërkojnë ta përdorin këtë pengesë si arsye për zgjidhjen e kontratës. Pas këtij reagimi të Pacollit, televizioni Klan u interesua pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila jo zyrtarisht dha këtë përgjigje. Kemi nisur procedurën për anullimin e kontratës koncesionare. Ky vendim bazohet në kontratat dhe dokumentet që kemi, ku janë të parashikuara afatet e punimeve të cilat nuk kanë përfunduar. Çdo gjë tjetër është në kuadër të fjalëve. Punimet për ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës nisën në nëntor të vitit 2021. Sipas kontratës, aeroporti duhej të përfundonte brenda rreth 3 viteve dhe të niste operimet gjatë vitit 2025. Një vit më parë, kompania MAPCO e biznesmenit Bejgjet Pacolli dhe dyja grupe Valona Demi të përfshin një seri procesesh gjyqësore që çuan deri në përplasje fizike në kantier. Ndërkohë, Shqipëria dhe Zvicra kanë shkruar shumë vite më parë edhe një marrëveshje për mbrojtjen reciproke të investimeve. Ajo ndër të tjera përcakton edhe detyrimin e palëve që të negociojnë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Mosmarrëveshja për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po kalon nga kantieri në një përballje ligjore që mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Në reagimin e tij ku lajmëroi dërgimin e çështjes në arbitrazh, investitori kryesor Bejgjet Pacolli theksoi se ky vendim i Ministrisë së Infrastrukturës bie ndesh jo vetëm me vendimin e gjykatës së lartë dhe kontratën e koncesionit, por edhe marrëveshjen dypalshe për mbrojtjen e investimeve ndërmjet Zvicrës dhe Shqipërisë. Bëhet fjalë për traktatin e vitit 1992, i cili përcakton standarde reciproke që shteti pritës duhet respektojnë ndaj investitorëve. Në rastin konkret, shteti shqiptar ndaj një kompanie zvicerane siç është Magbo me selinë në Lugano. Konkretisht, Ndërni 4 detyron shtetin të mbrojë investimet e kryera sipas legjislacionit dhe ndalon pengimin e administrimit, mirëmbajtjes, përdorimit, zgjerimit dhe shitjes së tyre përmes masave të pajustifikuara ose diskriminuese, ndërsa Ndërni 5 garanton trajtim të drejtë të barabartë për investitorët dhe ndalon që ata të trajtohen më pak favorizuese investitorët vendas ose ata të vendeve të treta. Pacolli pretendon
se pikërisht këto garanci janë cënuar duke argumentuar se kompania ju pengua të vazhdonte punimet edhe pasi kishte vendime gjyqësore në favor të saj, ndërsa vonesat e krijuara po përdoren tashmë si argument për zgjidhjen e kontratës. Një tjetër dispozit kyçe është Neni 11, i cili rregullon zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes investitorit dhe shtetit. Sipas tij, palët duhet fillimisht të përpiqen të zgjidhin konfliktin përmes negociatave. Nëse brenda 6 muajve nuk arrihet një marrëveshje, atëherë investitorit i lindet drejta të drejtohet arbitrazhit ndërkombëtar. Marrëveshja parashikon gjithashtu se nëse të dy shtetet janë palë në konventën e Washingtonit të vitit 1965, çështja mund të shqyrtohet edhe nga qendra ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrveshjeve të investimeve. Duke ju referuar këtyre dispozitave, Pacolli paralajmëron se nëse kontrata koncesionare zgjidhet, mosmarrveshja nuk do të mbetet vetëm një konflikt kontraktor, por mund të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, ku do të shqyrtohet edhe nëse Shqipëria ka respektuar detyrimet që ka marrë përsipër me marrëveshjen dypalëshe të investimeve të vitit 1992. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilëson histori mafioze të qeverisë të gjithë konfliktin e krijuar muajt e fundit për aeroportin e Vlorës. Ai thotë se prishja e kontratës koncesionare me kompaninë Mapco do t'i kushtojë qytetarëve shqiptar 500 milionë euro në arbitrazh. Për kreu në opozitë, zgjidhja e kontratës së koncesionit për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është një histori mafioze pas së cilës tase qëndron kreu i qeverisë. Garantoj qytetarët e këtij vendi se do gjobiten më spaku 500 milion euro. Edi Rama, Lubi Balluku, Tauland Balla kanë përdorur ortaku tjetër të ndërtimit për t'ia marrë Pacollit aksionet. Kryeministri Rama e atakoi dhe për çështjen Beqiri, kompanisë të cilit tha se qeveria i ka alokuar 8.5 milion euro në kundërshtim me ligjet. Edi Rama urdhoi dhe ministrin e financave t'i disbursoj 8.5 milion euro Soft Solution. Është një kompani e sekuestruar e cila nuk mund të marrë asnjë qindark nga shteti. Pas dështimit me majorancën për ndarjen e re administrativo-territoriale, Berisha se fsheu skepticizmin edhe për një tjetër reformë që prej muajsh demokratët janë ulur në tryezë me socialistët. Skepticizmi sigurisht është i madh, por ne do vazhdojmë të gjithë përpjekjen tonë, edhe me reformën zgjedhore. Me tonë tashpra foli edhe për shpalljen non grata të dy shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, gazetarin Valon Bela dhe imamin Bekir Halimi, pas së cilëve tha se qëndron Edi Rama dhe drejtuesja e Shishit. Vlora Vučić është një agente e përbashkët e Vučićit dhe e Ramës. Qendis shpif, manipulon dhe trillon çdo gjë që i thon padron të tyre. Valoni i bllokon hyrjen e shpall non grata një lloj si Aleksandar Vučić për Serbitë. I pyetur në lidhje me portin e Durrësit, kreu i opozitës tha se ajo është afera më e madhe korruptive në Europë, dëmi financiar për të cilën arrin në vlerën e 5 miliardë eurove. Bordi mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë kalon të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.5%. Guvernatori Gent Seko tha se ekonomia vijon të shfaqë ritme të qëndrueshme rritjeje. Vendimi i Bankës së Shqipërisë për të mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% mbështetet në ecurinë pozitive të ekonomisë dhe e pritshmëritë për stabilizimin e inflacionit. Inflacioni i çmimeve të konsumit erdhi në rritje si pasojë e efekteve direkte dhe indirekte të rritjes së çmimeve të naftës në tregjet e huaja. Megjithatë, niveli i inflacionit mbetet i kontrolluar dhe pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Rritja ekonomike vijon të ushqehet nga bilancet e shëndosha financiare të sektorit privat, besimi për të ardhmen, të ardhurat nga turizmi dhe kushtet e favorshme monetare dhe financiare. Guvernatori bëri të ditur se në muajin nëntor Shqipëria do të implementojë sistemin evropian të pagesave të shpejta TIPS. Maksimumi në fund të muajit nëntor ne të shkojmë live, pra të jemi efektiv me implementimin e sistemit TIPS, i cili është një klonim i sistemit evropian të pagesave të shpejta. Do të krijojë lehtësi të mëdha, kursime në kohë dhe në para për gjithë konsumatorët. Sistemi financiar do të gjenerojë kursime 35 miliardë euro dhe 38 miliardë lekë për ekonominë në tërësi. Banka e Shqipërisë vlerëson se pavarësisht pasigurive nga zhvillimet gjeopolitike, ekonomia shqiptare mbetet në një trajektore pozitive zhvillimi.
Aplikimet e maturantëve të këtij viti zbulojnë se pjesa më e madhe e tyre dëshirojnë që të bëhen inxhinier IT dhe mjek. Bie në sy se 93% e maturantëve ekselent kanë vendosur që të studiojnë brenda vendit. Të rinjt shqiptar duan të bëhen inxhinier dhe specialist IT-e. Kreu I rritit akademik shqiptar Arjan Xhela thotë se ndryshe nga vite më parë, programet e shkencës së mjekësisë kanë kaluar në vend të dytë, por ajo që bie në sy nga aplikimet e maturantëve është fakti se 50% e preferencave kryesohen nga këto dy programe studimi. Këtë vit kemi sërish degët e gjenerikët dhe IT-n, të cilat janë me 1% më shumë se sa degët e shëndetit, përfshirë dhe infermerinë. Të dyja së bashku janë mbi 50%, njëra është diku ke 26% dhe tjetra lëviz diku ke 24-25%. 93% e maturantëve ekselent duan të ndjekin studimet e larta brenda vendit. Kemi më shumë maturantë që kanë zgjedhur studiojnë në Shqipëri, duke pasur parasysh që ndërmjet atyre që kanë përfunduar te maturën shtetërore me notë mesatare nga 8.5 deri në 10, 93% të tyre kanë përzgjedhur që të rinë të vijnë studimet në Shqipëri. Sipas Xhelait, për shkak të numrit të lartë të programeve të studimeve, asnjë maturant nuk ngelet jashtë dyerve të universiteteve, duke u dhënë mundësi të 21.000 maturantëve të ndjekin shkollën e lartë. Oferta akademike gjithmonë është më e lartë. Ka një larmi programesh, janë mbi 700 programe studimi. Pas fazës së aplikimeve për 10 degët e preferuara, tashmë maturantët duhet të tregojnë të kujdesshëm për datat e provimit në Universitetin e Mjekësisë dhe degën e arkitekturës. Irani dhe Omani janë pranë marrëveshjes që do të sigurojë lundrim të lirë përmes ngushticës së Hormuzit, sipas zyrtarëve iranian. Drafti është në fazat përfundimtare dhe ai parashikon që anijet të lundrojnë në ujrat iranian për 2 deri në 4 muaj. Irani dhe Omani janë pranë finalizimit të marrëveshje mbi rregullat e reja për transportin tregtar përmes Hormuzit, sipas të cilave rrugët e përkohshme veriore dhe jugore do të zëvendësohen nga një rrugë e re e vetme që kalon nëpër ujërat territoriale të Iranit për 2 deri në 4 muaj. Zyrtari iranian, përfshirë zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme Ismail Baghei, thanë se dakordimi është në fazat përfundimtare. Megjithatë, Baghei paralajmëroi se një marrëveshje me Omanin nuk do të garantonte lundrim të sigurt nëpër ngushticë. Faktorët që e bëjnë ngushticën e Hormuzit të pasigurt ende ekzistojnë nga ana e Shteteve të Bashkuara, veçanërisht bllokada detare e veprime të tjera agresive dhe kërcënuese kundër Iranit dhe interesave të tij. Vetë Omani dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë asnjë reagim, ndërsa sipas mediave kjo marrëveshje do të jepte Teheranit më shumë kontroll mbi kanalin kritik dhe do të ishte një nga lëshimet më të mëdha. Presidenti Trump ka paralajmëruar se Irani do të goditet shumë rënd nëse ngushtica nuk hapet së shpejti. Nga ana tjetër, edhe Teherani ka kërcënuar Shtetet e Gjirit se çdo sulm në territorin e tij do të shkaktojë hakmarrje të gjerë. Tu kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, bashkë do të ritakojmë në edicionin informativ të radhës ato të orës 15:30.